për ta votuar dhe këta, do me thënë që edhe neve jemi për ta marrë fshatarë tokën. Do me thënë, ju shi deputet, ju tha votoni? Po, na thanë, po, është thënë që ta votonim, kur u bëm mbledhja e grupit parlamentar. Kryetari i grupit parlamentar ju tha votoni, kush ishte kryetari i grupit? Po, ishte, Saliu fliste kryesisht, ishte Arben Imami, kryetari i grupit parlamentar, po që rëndësi ka. Që të mos zgjatem në këte, kur u hodhe ai ligji për votim, me sa mbajmë mëndun, nga PD-ja mund të kenë qenë një 10 ose 12 vetë që kanë votuar kundra, nërmjet cilve unë edhe bëra që mos që të rritë që numrin. Kemi qenë bashkë bilem tullur në nga fundi i sallës, së bashku me bashkim Koplikun, edhe i bënim atyne që kishim afer votoni kundra. Pse? Unë principialisht e kam votuar kundër duke menduar se këtu me këtë ligj po të cënohet prona. Dhe ne si parti demokratike që erdhëm me pikësynimet të më thënë ta bëjmë Shqipërinë si Evropa, një nga principet kryesore të sistemit demokratik, ku që është? Mbrojtja e pronës së qytetarëve. Kështu që jo se ne e menduam, ta thëmë sinqerisht, se qëfar pasojash do të sillte ky ligj, sepse si që ishte në fillim, toka nuk ishte dhe në pronësi për përdorim, jo për shqitblerje. Dhe kjo e bën... Kjo, edhe për mendimin tim, po ta shikosh në kontekstin e kohës, ky ka qenë një ligj që duhet të bësh. Pse? Në Shqipëri banon të 70% e popullsisë në fshat. U shkatru sistemi i fermave dhe sistemi kooperativist. Si do e tonë në ta? Prandaj do krijohesh një krizë, do krijohesh një krizë me të vërtet, një revolt për këta njerëz, çdo bëheshin. Kështu që duke edhe një tokë, ai do lidhesh me atë tokën për ta shfrytzuar dhe për të jetuar. Kështu që nga kjo pikpamje, ligji në atë kohë mund të ketë qenë i vlefshëm, në atë formë siç u servir. Por gabimet janë bërë më vonë, edhe qëllimi gjithnjë ka qenë puna e votave. Atëre, që ndodhi më vonë? Qofse kam foton e amendimeve ma jep, në të kundër thjesht i kem, janë amendime. Do me thënë, ky është ligji 7501, i kaluar në parlament, në korik, 1991. I azhurnuar, do me thënë, i updetuar, i përditësuar, e themi tani Shqip, në datën 2/6/93. Pra, në 93-shin, është bërë amendimi i pari ligjit. Me gjithë dhe këtu është thënë në fund daloqit. Çfarë thot? Në mbështetje të Nenit 16, datë për dispozitat kryesore kushtetutëse, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi po vendos. Toka ndahet të tokë bujqësore, jo është e njëjta kjo, është e njëjta.